Shikues të emisionit në Kosovë Show, jemi këtu në fshatin Dranoc të Malishevës, konkretisht jemi në Odën e Ale Krasniqit, apo që shenjojnë këto në fshat se Ale Ramadani. Ale, falënderit shumë për kohën edhe për mikpritjen që na bone sot këtu në kanokën tanë. Me ndërë kush e mirë se keni ardhur. Ale, që sa vjet jeni kështu, me kulla, me oda, me Valla, unë e këtë tradit. Po. 5 minije, unë jem rrit në Odë. Edhe deri sot, pa Odë kur si mi kom. Odën e kjo është Odë e musafirve, e miqve, e jaranave, kajshive, edhe vetë rrim këtu, me djeme, me nipa, edhe unë që të rrim ma shumë. Çka simbolizon për ty Oda, çka është? Oda për mua simbol i madh. Oda këtyre herëve akon për djem, akon në fakultet. Kanë nejt njerëz e meqëm, njerëz e dishëm, kanë folë fjallë, kanë vonën biseda, dhe me thonë qërë dhe djekua. E sotëve atëherë kërë kanë folë për sot, unë e kumë shenu aty, në kryrë kukë, sot unë për përjetet, të shka kanë folë plesht në atë kohë. Dhe me thonë, emnin e veç kanë ditë me shkollë, sa të rakon koha gjërtë. Dhe me thonë që jo da akon fakultet, kanë nej burët, kanë nej musafirët, edhe e ke prit mikin e jaronin e dashamirin me balë qelë, jo kur të ka thirë dhe jaronin, Ramadan, o haja, po vajde byrën, mirë se të bjezoti. Se o da konë që janë mi kallën, gjykimi po buka, e me konën sa dhonë për, o haja, nënë për burë se pak qyri, hajde. Që shka konë o da shko. Ka ndryshu shumë koha tash. Vëlla ka ndryshu. Sa pa e kitë vështirë me jetu, si me thonë tash në kitë ku. Me u pajtu me sot, men. Vëllohi, begi zërë po. Ore djemë atëherë edhe ju jeni djemë që i kupteni senë, dhe do këni edhe shkollën. Atëherë ka 20 shpije. Edhe a 20 shpije a vetë, 10 mashin këpshin konë, a ja u ka dhonë atë uzimin t'i shko të miki, t'i shko në mullin, t'i lëshoj gjonë, t'i kënej, a nej. Edhe familja për shemën të parë, kërë në shkuar e atë sene, e kanë vetë zëtën e shpijes. Atë shkoj hajtë. Ose i ka thonë djallit mere nesra qohë, grunë, në të panë. Dhe me thonë aqë, njerë që në konë gërbet, pak ka pas atë në gërbet. Po si a ardhë, nuk ka shkuat me radhe nëntë në koftarë, pa e përnë parët zë të qpis, mi thonë që baba, vlo, maj madha, migja, ja ka një atë trak. Edhe, ka nej nëntë, në mira shkuara. Na kalëzën që shukon koha atëherë, kur orë një abangjin, një mosafirë këto dhe që shem mledhë kejt lagja me një odë, me një kullë atëherë. O, pasha zotë. Atëherë, mosafirë që vishin, ka bon vaki tejnë 15 netë. Ka nejtë në odë? Po, pasha zotë. Edhe mirshin me renë ma holla, kretë. Se mas darke, pa darke, me orë njerëzit e tani nesra i për shemëll vike kajshia, dhe ke qërë nesra më mi prunë sa firët për ka fjalla atje. A i qëtë dhe ke për drek më mi prunë, këj qëtë dhe ke për darkë, dhe me thonë tejë 15 net, 12, 10, 11. E unë që këj që jam vetë tu, në bobavesi më shu, që ku më bavesi këtu. Dhe me thonë, për i natë jem shu 7 netë së një morë që ku më baveci me 7 netë. Ranë që më kanë dalë ka i shia, një bëgjana ki kishë në aty akon betë, burë. Një më rëshë rigjepi, të në shi ranë ata ka i shia. Dhe me thonë 7 netë. Cëllat janë ka lojnat që i lujshë? Lojnat kapuqa, filgjona, dojre, ma betë, më këna që njerëzit ka posë edhe anekdota ma hija, që njerëzit e ma ishin barkin me dorë që
ty u ma hitë ty u knaqë. Se si u mëj kësa bojë, shih këtimi a gjakët, ka i shia u moshke oda. Knaqësi e mon dha kon. Ka pos ka pak s'koma se po pashat zotër lezeti e theshit, shtira me mrimo kush. E ta shëqërim të anabolat. Sot ka pare, sot ka pasoni, po knatësi të atëhershët Pore, nuk ka. pasoni ka sa të dush. Po knaqësi e respekt e nërë sa të herës, sot s'ka. Nuk ka. Na kallëzove që moti, do të thotë, je që rrinë noda, O, për edhe zëpi. të karo me pos punë edhe mu njoft me shumë bleqnar, këtu e kena pas Ramadan Shabanin Kijevës. O, që Sa ki njoft Ramadan Shabanin, Ramadan Shabanin- a ki marrë pjesë me naj, se me thonë me naj pajtim, me naj sen. Me Gjasllanin, me Sadikaslanin, me Shabakajtozin, me këta ku morë pjesë. Besëm Karasopja dhe me Mujlushin, Ramadan Shabanin ju, veç që kom dhej me piti, Jamal Labria. E me këta ku morë pjesë. Jem kona për oda, të mënë që jemi konë bashkë. Sa heri mi kona ka, si qiva që dasë më të Vesel Mehmeti. Vesel Mehmeti a ku atyre Gjasllani sa këllë bajraktari i sferkësi, sa njëri, sa lutante të rishifësit e gjemlutarje. Me kretë këta burra këmë nej. Tulli far lafi këmë nej, tulli far mesele këmë nej. Dhe me thonë që i pasha një zëtë, boj ke vakici shumica, nuk e mirëshin vesh ka jenë të folë nërvetja ata njerë që jënë konën pleqinarët me që më dishu. Së në mirëshin vesh ata qëtë, që ka pa thonë. Mesele. A gjali ndryshe prej moshatorëve tu, ti hale e mon traditën komplet. Traditën shqiptare, me thirrçe, me plez, me këto. Madje deri edhe në qytet Malishev me të njëjtat tesha, që shparagojnë të rritë edhe njerës kur pa qojnë, ale to e rujtë traditën shqiptare. Falem njerëzit, më duhen edhe ngojnë me dalë shërete, më thonë, o, bacali sholla në arno edhe 200 vjetë. E shollat kem, e lëmë na që të kem. Pse kjo është një vesh kombëtare që e ka bojtë shqiptare gjithmonë. Edhe ka puqë i bardhë. Po, tash pëshyrit i tash për shemëll, del në pazar, ma një shef 2-3 nuk i shef me plisat bardhë. A, e kem pas laf edhe shumë herë, që kur zatet shumë me shkije me ata u të bosha dhe kështë e të serbisht taj të teke dhe ke gjuje kapuqin e bardhë. Kur? A konën që të një kajshia kon i hodhë për ta kati bisane në ofenzivë par ishin pazar me gjithë i pushërit temin. Edhe i zonën kjo për qëllë në pej, atjet për rejhet sa pa mund, hiqe kapuqin e bardhë, i thonë. Thot, kur se hiqe i vepë, të ra. Edhe thët, që ky ka marrë koha që ka me sunu. Ata sa moshin të i ra, tha. Sa i mëtër ata i tani dyq, po i kushërini ka dhege. Edhe, tha, ka marrë koha që ky ka me sunu. Edhe se ka hjek, thët bardhja i të teke rahmet që vjeti pas. E na për qef. Por kjo është, na thamë që kjo simboliko beton, dash me majtë e manë. Po kur kënë në Londra që Sali Ferizi, pëse shkun kërështërun të ata? Po shkun me kapuqat bardhë, me vesh kombëtare, me ato senet që duhet, me qështek sate, me jeleka me sene. Që me të në gjithë bota kush jeti, Kosovaj, Kosovës je. Që aty gjithë kush ka me folklor të vetin, me teshat veta, me robet veta që i kanë pas. A vesh ma e puciti, ma mirë se veshar, kombëtare, shqiptare, do me thonë zonë venën e parë bjes 37 shtetë, 66. Qëka të me thonë e punë? Qërë? Me 5 stela qarkirë, 2 që të lisë. E zonë venën e parë. E bota gjithë kur të dënë me ato robet e tua, me ato kulturën tonë që i kishë, ti kulturën e huj, është interesant me marë. Kër jem të veshja, na edhim këto që jem të rrethit Malishevës, që ka pas shumë posbloqe policore të Serbisë këto. Po.
që kanë reagu forcat serbe kur të kanë pa ty, kështu kur je dalë në qytet? Përsa Zotën na kanë këshyrë sukur pulën për tajtë, që ashtu po na duke moru. Në të bus, shkojshëm për darësëm për shemëll 3 herë në shdryfin për të busi. Shka i një, ku shka një, shka bon një, u këdoj bërë në shkot në darësëm. Qka e në këtu kështu? Sharkije është në fëtërull, u duke me he sharkijin. Po Zotje njerëzit në kanë pështu, se Allah ishë mi kalë në burg. Do me thonë që ashtu po kena ru folklorin me fanatizm, se kena leju kur, me qysh ka buaj 3.000 atëra, zebeta, qakuka, jaje, na kem di që në burg shkojmë, po se kem muhu, 3.000 e tin që e ka buaj atëra. Po kemi kënu, më pështu shumë pështu, na marrën në burg. Për emisionet, për shikuesit e emisionit në Kosovë Show, vlen të theksohet që Axhali është edhe vllavi i rapsorit njërë shqiptar. Po, Feris Krasniqi, Sali Krasniqi. U konë njëne bashkë me Feres dhe Sali Krasniqi janë ka prej rapsatëve matë njërë edhe matë mirë që ka posë. Edhe që këj vllav, ku ma joha, që këj joha, ku ma vllav, qëra përshe. Këj ako mas Ferizi, po këj ako i fort shumë, po këj ade kiri. Edhe këj, ako natë. E bashkë me ta ke kënu edhe ti. Po e vëllije që ja kum njësu në hajde bobe, her me Salin, her me Ferizit, her me aton, unë kum këdhun me shumë. Kum këdhun me shumë, po, sidomos me ta, 2 me shpirti fort, kum këdhun shumë. A pa vazhdon hala me kënu në për dorësma, në për nejat ndryshme? Me pas dorësma, me pas ata shok të mi që kum këdhun me ta, se me këta të rita është ta këdhun mirë bëllë, që këdhun djem të mi, që ty bëqysh ma mirë, nipi. Po këta kanë qëtër dalë. Na, on shtirë me lemon, sukur na, se kem pas mjeshtërit modhe, edhe kjo akonën bakshish për Zotin që na ka dhonë. Dhe me thonë, sot unë 80 e kusur vjetë. Po vallohi me më pilqy publiki me konë një naja mirë, njerës e mirë, oda mirë, duke që i kom 50 vjetë. I keni kënu shumë tradites, i keni kënu shumë liris, shtetit, pavarësis, edhe krejt këtyne. Gjitha. Cila u konë, ose cila është konga që ka po shumë mas shumë të nëzamrën, mas mirë të ty? Une gjitha kongë që i kom kënu, djemë. Se kongëtari e shahiri ka diferencë. Kongëtari e qeter, shahiri e qeter. Une kërë më hinë kongë këto, që janë të luksës. Për shemë dhe sa kuke, Bajram Çorri që patëm, mu ka dukë që jam edhe vetë në front aty me të i liftu me ata. Që ashtu këm posë. Motivin. Dhe me thonë, thënë që një shahir që nuk e njën vetë kongën, edhe nuk e knoqë vetë vetën, edhe krusët që një knoqë njerëzit. A menon që të është ma shumë kënuat për porë, se sot që kënuat për vullnet edhe me dëshirë? Vëllaj tërë, ma shumë këtuat për sy, me këshyrë. E atëhera ku me vëmendje që të kanë gu kongër, shka ku pe lena, ku pa delë që e kanë ditë njerëzit. E kanë ditë njerëzit shka bagdon, shka orë të konshtë të sy. E sot, këndor shka dush, veç e këshyrë në pomje, a i pilqena qysha të ka Me beqen, me bitesef në leqonet me këta dhe me këta të karo me kënu. Që shjo, po. Qka thëj ke beqa? Dhe vëlloj, vjenë ko kongëtar të mirë, jenë ko po. E qërë tash, jenë ko ata kalablak, 4-5 vllazën. E folklori shqiptar i ka dirë 2, doja të cukurna që mi konë gjithë. Doja 2. 2 vegla, vanë vjalina hinë me vegla, vanë shumë. Atëherë 300 krush që kanë gu për shëtë Zotën, 2 vetë kanë kënu edhe sharki e prim ose qëtëli. Folklora konë qaj, që ke morë vesh fjallën e kongën, shka është të kënume, e tash, e në gonë brime për shka 10 vegla aty.
se di shkon të thonë, atë kon të thonë. E atëherë fjallë për fjallë a marrë vesh. Dhe kanë gullë njerëzit me vëmendje tash, pa kiti që i ngullë me vëmendje. A folklori është punë e madhe, se ka rush shumë sene ka ru. A beson që sharkia edhe zoni yt i vllavit tan u kanë motiv për djemtë e luftës, për ata që kanë luftuar për liri? Po, pasha qëtë. Konë. Edhe kënën, edhe vajtën. Që kanë thonë konë është vaj burrit. E tash nuk ka pak me këtu në bërëm curi, që i ka luftu natë ditë në bjesh, këtë deshe, dathë që këdohet të so qera. E tani, me thonë këne aja është që s'ki qare për pakojt me zemër, u shënin kongën që e ditë, edhe aj shaher që e këdën. Po edhe njerëzit që jenë gullë, qare dërmon pa i pështu lëtë. Cili u konë njoni prej momenteve që ty të ka bon me kajt, kur je ka ose ndosëm ose dikon tjetër, kur ja ke nis me kënu, edhe kur ka, se thonë, ka mërthy vaj. Po. Unë shumë herë kum kajt për shemëll për kongë që jenë konë dhinshme fort. Edhe kongëtarin kur e nishnë që një të kënu për shemëll Salije Ferizi, besa dha konë dhe Gjileri Islami, i Tërjakës. Qërëri Zabloza, tani është konga për pej zemonit e azilit, mora kodë, mora i letë. Dhe me thonë hapsonin që në prishë, ata djebë të ri, hapsonin që i ka prishë. A ki qare pa kajt atë. E i thëmë dave shpjetin për dylbirë të për dhevë. Që atër s'ka guzo me thomë dave shpjetin për dhevë. Po më dave shpjetin për dylbirë, dhe me thomë për i, a dhevë. Për po së njës vetë, për shtetit vetë. E qërtut. Si pas teje, kur ka fillu me ndryshu kuha këto? Edhe me ndryshu njerëzit? Me ndryshu kuha për shabatën mas luftë. Pa ta kalzojt vërtetën, drejtën mas luftë. Unë për veti, dy dorë të kështë arsinë zjarëm, për që vje popë dhe qështu. Shka ka vujtë e shka ka po. Se na ba që na konë luft, po ha që na ka pështu i lumi zëtë që mi konë drejti sholla. Në në mali mi konë me familje, me krete. Unë mi konë vetë për shemëll me vlo, i kena pas ofër 70 antarë që mi konë malë. Tullë që do. Edhe kur me shkiz atë të sjem, atë nër familje hisë na kanë kur. Lava dek luthra me shvjeti pot pa dek për e gjeli. Na u ka vrani kushërin a bërë vetë aty po edhe i gru kushërin të vrani të rjok. Edhe aja lavdi qës. Dhe me thonën s'kena po qaq zaval. Tut po. A mor ka kanë po njerëzit që kanë hinër familje. E ja kanë mo gjallin për dore senet natu si kena po. Edhe më bon këj popull kështu. E shka ka derë gjak këj popull. Shka ka përjetu, ja ka marrë djallin për dore bre. Edhe sot më bon kështu me shkjella për gjak dërmore, pa shatë zotët du të më tutë se një në mo këtu këj popull mas më bon ratë. Hajde para luftës, unë ka do, ku nuk mu ka do që jam luftë. Po këta se ka ditë atë rritë e shkon shkave të konë, a më mas lufte, shka kanë po. Falem që moti kënana dhe moti mirësh me folklorizëm. Vëlloj rrash. A është sëtë kjo Kosova për cërën ju i keni dho motiv, edhe ushtërisë, po i keni dho motiv, i keni kënu shumë venet atë dheut. A është sëtë Kosova mas luftës, ajo për cërën ju keni kënu edhe e keni ndru. Bërë qatë verës për njerëz në din këmetin, edhe në donë. Edhe s'harruan ato, konga ato sene që i kemi dhonë atërë, në atë kohën ma të shtirë. Edhe, në ka desh popë dhe po dhe i kem desh.
Edhe pasha zotën që tash me morë në realitet na patëm laf që tash mallë po së një ka ma shumë. Po ndera, respekti ato sene që në konë të herë, sot s'janë. Sa bat mungojnë këto burrat në odë? Wallahi, qefi jem me konë për natë me pas musafir e me pas burra. Une kur kom njerëz me nej edhe me konë pa qef në sen, unë është ndoshna. Pra kur ri vetën i mendoj ka himi konë, me qëfar burra kem nej, me qëfar doktor, me qëfar profesora, me njerëz pleqnor që jenë konë me asi. Unë që tu ligna dhe edhe besa dhe lëtëm pështojnë. Krejt për fund, cili është mesazhi yt për tritë e Kosovës? Tritë e Kosovës inshallah i kanë metë, se edhe për ta tritë është zërë. Se njerë mas pari du të me po shtetin regull. Shteti me konë regull. Me konë shkolla në nivel. Kur ta kryen shkollën me hinë punë. Po tash për shembull sa njerëz janë shkolluar djem që i di une, edhe s'u na hi këtu në punë, a do të me shku në Gjermani ose në Zvicër ose në Itali ose atje. Me shku Gjermanit i përgatiten për doktore, për profesore, për aso, doktori me shfrytzu Gjermani, ose Italiani, ose Zvicrani. E për ata nuk konë mirë edhe për të rritë. Nuk po. A pjo kalzon edhe një thonje popullore, një batut ose thonje popullore trive të Kosovës? Po. Une ju bojë apel trive, në ta mojnë shëshujnë. Kosovën më sa të shujnë, se veni ju në është qëtu. Edhe këtu në hjekum si gjallë më nërguri që thonë, po mas me ikë për Kosovë, se hasmi ka qefin që këtu. Pra që të sene që po na bonë neve, gjithë kur s'kirë ditë po na e bonë. Se një zotë shpije që nuk i di ma që të vetë ku i shkunë, ka për shkunë, a për hjekin keqë familja, qysh, a i ma mirë mas koftë. E tash, ma të merën e mua është të rritë, unë për veti bashkë pronë bëllu fëshna me një gjallë, ma të gjallë në madhë. Thash, që shini bobë dhe vallahi jo mirë, se për bobë dhe, po që për mirë. Që pej vitit të rritë një gjallë, që unë Gjermani s'ka mund me ardhë. I thëpinjë një ka këtu. S'ka mund me ardhë, se tash kjo s'pilshojë Gjermani, po që si kushte. Tash ku kem me konat kënoqen, ju atje, ani që për shemë dhe boj dasë me na fjallë, na senën, ju sini aty qëfar knaqësi e kom. Ju. E që të sene, pasha bacën, inshallah bëndë mirë, po i myti e marë njerin. Inshallah bëndë mirë, inshallah bëndë mirë. Po Zoti Gjellëshonë hu ka thonë, oj, insan, dunu nërveti, tani më doni edhe mu. Po kurse do vlam që e ki vlo, ka edhe Zoti që se ke po. Thëj keni plak një lit minushë, akon këtu, akon njeri me që më kadria. Thëj ke kuma dashnia o përenia, kuma bashkimi o fuqia, kuma kymeti o bereqeti. Tana e në këtu. A gjali, falenderit shumë për kohën edhe për krejt këtë fjallë, për krejt këtë sene, falenderit edhe për kontributin që ke dhonë në folklorin shqip. Me njerë kushi. Falenderit shumë.